Prej një qershorit në Lezhë ka nisur zbatimi skemës së re të menaxhimit të mbetjeve. Në të gjitha zonat janë hequr kontejnerët dhe mbeturinat të nxirren sipas orareve të përcaktuara për familjarët dhe bizneset për të marrë më pas nga mjetet e pastrimit. Ndërkohë, qytetarët dhe bizneset që nuk zbatojnë rregullat e vendosura do të përballen me penalitete që variojnë nga 10.000 deri në 20.000 lekë të rinj. Ky vendim është miratuar nga Këshilli Bashkiak. Nëse nuk marrin vesh me gjoba, me denoncim për krime midisore, sepse nuk kemi rrugë tjetër, pasi kemi zaru komunikimin, pasi kemi zaru tërheqjen e vëmendjes, pasi kemi zaru këtë daljen kam tonë që në fakt s'do të dalim, po duhet ta bëjmë. Nga ana tjetër, këshilltarët e opozitës kanë kundërshtuar aplikimin e gjobave duke kërkuar që fillimisht të ketë vetëm këshillim dhe ndërgjegjësim të komunitetit. Nuk jam kundra projektit. Një qytet i pastër të gjithëve ju nevojitet. Absolutisht jemi për një qytet të pastër, nuk është për të folur për penalitete. Thjesht të edukohen këta qytetarë, të mirë kuptojmë këta qytetarë, me qëllim që edhe akoma ka nevojë edhe për ndonjë informim. Me skemën e re të pastrimit, Bashkia e Lezhë synon të eliminojë ndotjen dhe të krijojë një mjedis sa më të pastër në zonat urbane dhe ato rurale.